Në çdo zemër shqiptari balon një flamur. Në çdo brez një histori që duhet kujtuar, në një vend të vogël ku gjyshe rrethej. Fillon udhëtimi i drejt rrënjave. Në një shtëpi të vogël shqiptare, aty ku aroma e kafes përzihet me kujtimet e brezave. Një gjysh ranjarat të vjetër. Brenda saj, një cof flamur e zberdhur nga vitet, por e mbesur nga kujtesa. Sot ai do t'u tregojë libërve e mbesave pse ky flamur s'ka kur. Gjysh, pse mban gjithmonë të mbyllur atë arkën? Sepse ai nuk është thjesht një ark. Pia ime, aty flen historia jonë. Histori? Po të kemi libra plot me histori. Librat tregojnë fjalët, por kjo ark tregon shpirtin. Është flamuri ynë. Po pse duket kaq i vjetër? Ky flamur ka parë më shumë se unë, se ti, se ne të gjithë bashkë. Ka parë gjallë, lot, fitore. Dhe tani do të tregoj vetë historinë e tij. Gjysh, prapë me flamurin të vjetër? Nuk dotesh nuk e shpalosur çdo vit? Ky nuk është se flamur birë, është dashuri, gjallë dhe nder. Të pale ti flet. Po çfarë thot gjysh? Pse s'na flet dhe neve? Nëse do ta mund të dëgjoni, do t'ju fliste për burrat e Florës, që ngritën flamur me 1912, dhe për trimat e baleve që sotën lirit me 1924. Do t'ju tregonte se sa era ky flamur dikush e ngriti sërish. Kështu thonë edhe librat e historisë, por s'është njësoj si ta dëgjosh nga ti. Historia s'është faqe letra Arben, është kujtesë që duhet jetuar. Fëmijë, mos harroni se nesër në shkollë keni programin për 28-29 nëntorin. Duhet të përgatisni diçka të bukur. Po, mos duhet se na thatë të përgatisim diçka ndryshe këtë vit. Jo vetëm poezi e kam. Atëherë, pse do mos tregoni historinë tonë? Jo si mësim, por si kujtim. Siç ma tregoi mua, gjyshi im një ditë të ftohtë nëntori. Si gjysh? Si ta tregojmë? Me shpirt dhe me sy të hapur, sepse kur flet për dheun, syt dizen vetë. E jam i afër, do t'ju tregoj si filloi gjithçka. Ishte 28 nëntor 1912, një qytet i vogël, por me zemra të mëdha, Vlora. Burrat ishin mbledhur në një shtëpi të bardhë dhe në dritare valonte me flamur. Ishte dita kur Shqipëria u bë e lirë. Në atë ditë të shenjtë, historia nisi të shkruaj me dritë. Një flamur u ngrit në erë dhe gjithë kombi mori fryr për herë të parë si i lirë. Sikur ta shihni me sytë tuaj. Unë e di, në 1912 është dita e flamurit ku e ngriti Ismail Qemali në Vlorë. Po e vogla ime, ashtu është. Flamuri ynë nuk është vetëm pëlhur, është kujtim, sakrificë, dashuri. E po ndoshta pse ndjej dot ashtu si shtoni ju? Është thjesht flamur. Flamur thua? Bia të bitë mi. Ky flamur ka parë më shumë se unë, se ti, se ne të gjithë bashkë. Do të doni vetë të shihni çka bën ky flamur? Po gjysh, si? Mbylli syt dhe mbani dorë në zemër. Listën e aty. Duka e Shqipërisë te kripa jonë, zoti. Arben, çfarë po ndodh? Nuk e di, sikur çdo që po ndryshon. Po shi, gjyshi s'është më këtu. Arben, pse do të mësojmë gjithë këto data? 1912, 1944, më ngatrohen. Sepse jam pjesë e historisë tonë. Gjyshi ko që pato, nuk do të jeshim këtu si jemi sot. Dhe ja, koha kthehet pas. Vlora, 29 nëntor 1912, një ditë që u shkruaj me zemër e gjatë në çdo kujtim shqiptar. Era, është ai vet, Ismail Qemali. Nuk mund të jetë e vërtet. Jemi në historinë e vërtet? Zoti Ismail, populli prej shenjën tuaj. Buka Shqipërisë, ne krypalon zotë, tu bëm dita një mirë. E gëzofshim Shqipërinë. E shishëm të vazët e lorë sonë. Si qëjtë ty më bitë? Marigo. Marigo? Sa herë të përkëtojt dita e flamurit, dhe të këtojt dhe mërikë më bitë. Zotërin, ka spretma, ka për shqiptar ka vajtur gjatë. Sot me 28 nëntor 1912 në Florë, shpaj para botës se Shqipëria është e lirë dhe e pavarur. Le të jeti kjo ditë, fillimi një epoke të re, të bashkuar në një flamur, një gjuhë e një zemër. Këto janë fjalët që kemi lexuar në librin e historisë, por tani po i dëgjojmë për një herë. Është si të jesh brenda librit
Këtë flamur që e solli Pir Vlorës Dastavolli do të ngrihet sot për të bashkuar zemrat tona. Nga Shkodri në Aninë, nga Kosova në Çamëri, të gjithë jemi një. Atëherë do të valë për jetë ky flamur, për gjuhën tonë, për tokën tonë, për brezit të vinë. Sa bukur! Është si të shohësh një ëndër që më frym. Kjo është historia jonë fëmi, nga Vlora 1912 deri në malet e lirisë, ky flamur nuk ra kurrë. E gëzofshim Shqipërinë! Rroth Shqipëria! E shpallim me besim në Zot, me të tokë të bekuar. Ata që ngritën flamurin e parë, janë pas kamanet. Që çdo persënuar me gjyrë të huqe të zezë si frym jetën, por historia sapo kishte filluar. Arben, ku po në qënë gjyshi? Këta duken si ushtarë, po çfarë po ndodh? Nuk e di, duket si koha ka ndryshuar sërish. Shiko, ai pari duhet jetë Gojo Kushi. Shokë partizan, çdo centimetër tokë është e shenjtë. Nuk të lëmë armikës që ta bash Shqipërinë në Rom. Shqiptarë dorëzoni, liria shton të rekord. Gjermania është më e fortë. Jo, liria nuk mbatet me armë, as me tanke. Ajo një në zemër dhe ju s'mund ta vrishti dot. Ne nuk luftojmë për pushtet, po për tokën që na rriti. Për nëna që presin tjemë, për fëmijë që s'kan bukë, e sërish buzëqeshi. Zoti komandant, ju mund të merrni qytetin, po kur shpirtin tonë shqiptar? Trima me fjalë jeni, po kur do të shpëtoj? Kur pushkat tona flasin? Populli që lufton për liri nuk ka nevojë të shpëtohet, a shpëton vetë. Ndoshta, kjo është forca juaj e vërtet. E shihni, edhe armiku t'je frikur se një popull që nuk dorëzohet. Po fëmijë, ku shonë ka këtu? Ne jemi vetëm për të parë, për të kuptuar histori. Mirë atje me vajza, mësoni mirë, se liria nuk jepet, fitohet, do pres ka luftën e vetë. Ky flamur është fitim mirë, për të jetoj, për të pijem, ka qëndron vetëm në dorë shqiptare. Flamuri nuk gjeti takim, edhe për ra në do mbrem sërish. Po mira, po këtë jemi këtu, për Shqipërinë tonë. Pas nesh do të vijen të tjerë, si këta fëmijë. Unë duhet të bëjmë si ajo vajza të mbroj flamurin. Ruaj e zemrën tënde të vogëlushe shqiptare, sepse aty fillon liria e vërtet. Mos keni frikë vogëlush, mësoni mirë këtë çast, sepse liria lin nga zemrat që nuk dorëzohen. Ata po luftojnë për flamurin. Po, për një flamur që s'dua ta lënë të bjerë. Ky flamur nuk është thjesht pëlhurë, është gjaku, shpresa dhe dashuria jonë. Kur ta shikoni, mos harroni kurrë këtë ditë. Ne nuk kemi frikë nga armët, por kemi frikë të mos në harroj koha, që fëmijët tanë të qeshin të lirë dhe flamurit të valvitet pa njolla gjaku bitë. Dritan, po të ndodh diçka me ne? Çfarë do të thuash brezëve që do vinë? Do t'ju them se Shqipëria nuk u çlirohet me armë, por me dashuri, me besë dhe me zemër që nuk u përkul kurrë. Ashtu flitet birë, kur zemra rre për flamurin nuk ka pluk të ndaj. Në çdo qytet e madh u dëgjuaj njëjti zë. Nuk dorëzohemi dhe më në fund 29 nëntori erdhi. Shqipëria u çlirua.
është historia e jonë fëmi, nga vlora 1912-ës, deri në malet e lirisë, ky flamur nuk ra kurrë. Koha rrjedh, lufta mbaron. Në bankat e shkollës fillon një betejë tjetër, ajo e dijes, kujtesës dhe dashurisë për ateun. Brezi i ri mëson të mos harrojë rrënjët. Mirëmëngjesi fëmijë. Sot do të flasim për festën 28 dhe 29 nëntorit. Duhet të përgatisni diçka të bukur këtë vit. Sepse ma ka treguar gjyshi im. 28 nëntori është dita kur u ngrit flamuri në Florë dhe 29-ta kur Shqipëria është lirua. Shumë bukur era, po dikush tjetër? Unë, 1924 është dita kur Shqipëria mori frymë lirisht përsëri. Pikërisht e lira, flamuri është si zemra, rre për ne vetëm kur e ndjejmë. E ja ta bëjmë këtë si që duhet. Ti, Era, do të jesh Ismail Qemali. Unë do të jem ushtari i parë që mban flamurin. Kurse ti, Elira, do të recitosh vargjet për Shqipëri. Në zemrën time, rreni shqipon, që fluturon në qiellin tim, kuq e zi. Unë jam bia e këtij vendi, që çdo grualet mban një histori. Unë jam rritur me këngë lirie, me tregime për trima që zudorzuar. Në çdo val, në çdo erë që fryn, tingëllon zëri atyre që luftuan. Dhe kur flamuri val vitet larg, unë ndjej zërin e brezave që thëret. Mos haro rrënjët, mos haro gjakun, mos haro kushje, shqiptar i vërtet. Kështu duhet të shoh fëmi. Jo vetëm të mësoni për flamurin, po të mbani në shpirt. Sepse historia nuk është vetëm ajo që ndodhi, por që duhet të ndjehemi ta ruajmë. Dhe kështu, në çdo klasë, në çdo fëmijë, historia përsërit ndryshe. Më i gjallë, më i pastër. As surprizë nuk është i vogël për të mbajtur flamurin, sepse flamuri rritet bashkë me ta. Koha ndryshon, por simbolet që lindin nga gjaku e zemra nuk plaken kurrë. Një flamur që s'ra as në luftë, as në erë e as në harresë. Ky është flamuri ynë. Çfarë keni zemrat e mia? Ju shoh si të mërzitur. A ju lodh historia e gjyshit? Jo, por ne pam gjaj që s'mund t'i përshkruajmë. Pam njerëz që na njetë për këtë flamur. E di, edhe pse s'kam qenë atje, i ndjej të gjitha, sepse çdo shqiptar e mban luftën në gjak, jo për armë, por për dashurinë ndaj vendit. Po ti babi, do të luftoje për flamurin? Bobi, sot nuk luftojmë me pushkën, luftojmë me mend, me punë, me ndeshmëri. Tani, liria mbron fjalën, dijet mirësinë. Ky është fronti ynë. Pra, çdo brez ka luftën e vet. Po, gjyshi luftoj me pushkën, ne luftojmë me vepra, ju me ëndra, por qëllimi i njëjtë është të mos lejojmë që flamuri të bjerë kurrë. Mirë e the birë, liria nuk mbaron me luftë, ajo fillon në çdo brez të ri. Kështu, në një vend të thjeshtë shqiptare, historia u trashëgua sërish. Nga gjyshi te babai, nga babai te fëmijët, sepse flamuri nuk bie kurrë, ai qëndron në zemër. Gjysh, shiko, ata janë prapë këtu. Po Era, ata nuk i kin kurrë, ata jetojnë në çdo brez të ri, në çdo zemër që rrej për Shqipërinë. Unë dua të bëhem mësues historie, që të tregoj të gjithë për to. Unë dua të valvis flamurin çdo ditë. Unë dua të valvis flamurin çdo ditë, që të mos ta harroj në kurrë. Ky flamur ka rënë mbi gjujt, për asnjëherë s'është dorëzuar. Sepse ai lindi nga zemra e popullit që nuk u përkuj. Dhe u ngrit mbi kurrizin e atyre që dhanë gjithçka. Tani është rradha jote fëmijë të mi. Jo vetëm ta mbani lart këtë flamur, po ta mbani në shpirt. Sepse flamuri s'është për lurë, në dashuri, gjallë dhe terë. Nga Vlora në shkolla, nga malet në zemra. Historia e Shqipërisë nuk mbaron kurrë. Flamuri që s'ra jeton ende në sy të çdo fëmije shqiptar. Faleminderit. Falenderoj muzikës e Lirina Keta për turën e palodhur që tregoi me ne për të bërë në skenë këtë pjesë. Një falënderim të veçantë shkon edhe për drejtoreshën e shkollës, Lidita Kaja, që na mbështeti